Dashur miq, faleminderit, jemi sërish me podcastin e Qendresës, tuna hapësirat e Qendresës. Ne së bashku kemi pasur mundësi të komunikojmë shpesh herë për çështje të ndryshme. Sot kemi të ftuar, kam përshtypjen, një ekspert I cili lëvron 3 dimensione, le të themi, akademik, pedagog, ekspert I mediave dhe komunikimit dhe shpesh herë drejtues I mediave për gjatë këtyre viteve në departamente të ndryshme. Me mua sot është Zylftar Bregu. Faleminderit për ftesën. Unë do të drejtohem profesor. Profesor, faleminderit. Është kënaqësi që vi në mjediset e Qendresës, e cila e justifikon vërtet emrin që ka. Shumë faleminderit. Profesor, po e nis nga media edhe nga komunikimi. Edhe po e nis me një pyetje shumë të shkurtër. A është media pushteti 4 në vend? Është media pushteti 4 në vend, pavarësisht se me këtë pushtet, si të 3 pushtetet e tjera, edhe media abuzon ose në rastin më të keq, ose në rastin më të mirë nuk e përmbush atë mision. Në që ishte e shkurtër pyetja dhe unë përgjigja ishte e shkurtër. Megjithatë, unë do ndalem te se çfarë bën media me pushtetin e vet në Shqipëri. E thash pak më herët që është midis 2 gjendjeve, sigurisht ne do shkojmë në 2 gjendjet ekstreme për ta kuptuar audienca. Në gjendjen e parë, media nuk e përmbush plotësisht misionin nëpërmjet ose përmes të cilit flet, pra si një ushtruese e pushtetit 4. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nuk flet shpesh herë në emër të interesit publik, dhe do ta them pak më poshtë pse, dhe në ekstremin tjetër shpërdoron prap atë mision në emër të cilit flet. Që ta bëjmë pak më të kuptueshëm, është pranuar gjerësisht që media ka bërë një saldim midis pushtetit politik dhe pushtetit ekonomik, ndonjëherë dhe pushtetit kriminal. Dhe ky saldim që e ka bërë media, duke bërë dhe veten pjesë të saj, nuk I shërben demokracisë dhe e largon atë nga pushteti 4. Në qoftë se do ishe ushtruese dhe mbrojtëse e opinionit publik, media do ta kishte kushtëzuar një demokraci më të shëndetshme për Shqipërinë, dhe sigurisht që ne do ishim pak më mirë se sa jemi sot. Por, më lejo të bëj një por, sepse unë jam pak kritik sa I përket medias, por nuk duhet të harrojmë dhe jo misionin, po gjërat e mira që media I ka sjell kësaj shoqërie, sepse imagjinoni ju se çdo të ndodhte në qoftë se nuk do të kishim një media me këtë pushtet politik që shkon drejt autokracisë. Edhe unë ndaj si qëndrim gjithçka çfarë ju thoni, megjithse kur I drejtohemi pushteteve të tjera, është më lehtë të identifikueshme për të vënë gishtin se kush është përgjegjës për të mirën apo për të keqen. Pra kur flasim për ekzekutivin, ti e di kush është kryeministër, ose kur flasim për parlamentin apo kur flasim për drejtësinë, ti e di kush është ose kush është grupi kolegjal. Ndërkohë në media është le të themi e kemi ne mundësinë të identifikojmë pra është e centralizuar apo e decentralizuar si pushtet? Është shumë interesante pyetja, sepse na detyron ne që të bëjmë një ndarje midis medias si korporat ekonomike, pra medias që e mban gjallë informacionin, midis bartësit të informacionit që është gazetari dhe profesionalizmit vet, dhe midis presionit që bën ai pushtet për të cilën ju folët, pra pushteti politik nëpërmjet propagandës, nëpërmjet PR-it, pra marrëdhënieve publike, spin doctorsave, të cilët janë në fazën më të mirë të mundshme sot, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Pra, më lejoni ta bëjmë këtë ndarje për shkak të inteligjencës së pyetjes, duhet të veçojmë financuesit e medias, të cilët herë ose gjithnjë më shumë janë të prirur për të bërë lidhje të shkurtra me pushtetin,
për arsyet e tyre, për arsye biznesi etj. Dhe të ndajmë pastaj gazetarët, bartësit e informacionit, profesionistët e medias, të cilët gjithashtu kanë gjunaje, por kanë më pak gjunaje, më pak mëkate se sa financuesit e medias, dhe pastaj pushteti politik që përdor politikën e kulaçit dhe të kërbaçit për t'ua nxirr jetën ose për t'ua vështirësuar jetën, qoftë financuesve të medias, por qoftë edhe bartësve të informacionit që janë gazetarët. Kjo është e vërtetë dhe kur ndarja që ju i bët është më se e drejtë. Megjithatë, duket sikur media ajo tradicionalja, që është le të themi industria kryesore, e ka humbur pak të hulumtimin ose le të themi investigimin. Orientohet më shumë nga spektakli ose nga bisedat e shpejta. Ndërkohë që janë media të cilat janë kryesisht në formatin e organizatave ose që nuk janë shumë popullore, ato të cilat e lëvrojnë investigimin. Cila është arsyeja që strukturohet në këtë formë? Nëse është vëzhgimi i drejtë ose nuk e di nëse ju e ndani. Unë mendoj që është vëzhgimi i drejtë dhe unë jam pak më afër më shumë i paknaqur se sa ju në këtë pikë dhe mendoj që kam një analizë timen që e kam shkruar dhe në disa artikuj shkencor dhe në disa leksione që kam bërë për gazetarinë investigative. Mendoj që gazetaria investigative në Shqipëri ka ka kundër saj 3 faktorë të rëndësishëm që bëjnë gati të pamundur lëvrimin e saj në median tradicionale. Cilët janë këto 3 faktorë, për të mos e bërë intervistën me ju si leksion? Faktori i parë është pushteti, që është një i legjitimuar të jetë kundër, sepse gazetaria investigative do të thotë të zbulojë atë që pushteti kërkon të fshehë. Është pala. Po, është subjekt i medias, është objekt i medias. E dyta janë pronarët e kësaj media, financuesit e kësaj media, që siç e tham pak më sipër, për arsye të zhvillimit të tyre në Shqipëri janë më të prirur të kenë lidhje me politikën, është një gjë që është pranuar. Por çka është më rëndësishme dhe çka është më trishtuese në Shqipëri është që dhe vetë opinioni publik duket sikur nuk e do gazetarinë investigative. Dhe për këtë unë kam 10 raste që demonstrojnë. Vërtet? Sepse nëse opinioni publik do ta kërkonte, do ta vlerësonte, do ta respektonte, do ta inkurajonte gazetarinë investigative, është e sigurt që do ishte në një nivel tjetër. Dhe çka mbetet? Mbetet vetëm vullneti, profesionalizmi i disa gazetarëve shumë të mirë që tentojnë të bëjnë gazetari investigative, po imagjinoni ju kur ti je i vetëm përballë të gjithëve dhe në fundit edhe puna jote që ti e bën me 1000 mundime nuk vlerësohet as nga ai që duhet ishte i etur për ta lexuar siç është opinioni publik. Po është shumë interesante në këtë rast sepse kjo edhe për shkak se vetë ne operojmë në, domethënë jemi le të themi në një farë mënyrë agent për të kërkuar publikun në përfshirjet e çështjeve ose politikë bërjes. A keni ju vështirësi? Edhe ne kemi këtë vështirësi, po mendoja të kuptoja kush është arsyeja që për të zbuluar arsye. Ka një lloj elitarizmi që nuk mendoj. Për të zbuluar arsye ne duhet të shkojmë tek rrënjët e së keqes. Dhe ndonjëherë shoqëria shqiptare është pak apatike për ta sulmuar, për ta dënuar, për ta linçuar të keqen. Dhe në këtë mënyrë e keqja është bërë si një gjë normale në shoqërinë tonë, është normalizuar e keqja. Dhe në këtë moment kushdo përpiqet që të gjejë arsye të mos arsyes sepse gazetarët profesionistë zbulojnë të keqen. Kërkojnë të gjejnë arsye të tjera përveç misionit që ka gazetari. Pastaj se duhet të rrim gjatë për ta. Kur më thatë për këtë banalitetin, edhe po mendoja të bëja një lidhje me banalitetin e skeqes, domethënë kur njerëzit i bëjnë gjërat e gabuara pa reflektuar.
edhe për shembull ne në media shpesh herë shohim që media replikon veten e vet. Do të thënë një lajm i pavërtet ose një lajm i disinformuar ose çkado që të jetë, atë e shikon të copy paste gjithandej. A është edhe media vet ose nuklet e medias në këtë ciklin e banalitetit të keqes, domethënë e replikon të keqen pa reflektuar mbi. Mendoj që nuk është ky motivi. Ky është produkti, ky që thoni ju, po motivi nuk është ky. Si një mendoj profesionist i medias. Mendoj që motivi është ajo që quhet sot për sot lufta e klikimeve. Pra ekonomia e vëmendjes. Dhe thjesht media, sidomos ajo digjitale, nuk është se është e vetëdijshme që po shumë fishon banalitetin. Thjesht nuk mendohet gjatë për të, sepse ka nevojë për klikime, për audiencë, për vëmendje, dhe efekti është ky që thoni ju. Ndërsa motivi është mos përkushtimi ndaj standardeve profesionale, ndaj atij parimit që kanë media të rëndësishme, prestigjioze, që nuk është shpejtësia kryesore në informacion, por është saktësia. Tani ky ka ndryshuar ky raport dhe ne jemi tek shpejtësia më shumë se sa saktësia. Tashmë edhe media është, le të themi, sektori ku në 4 pushtetet teknologjia ka transformuar më shumë. Edhe duket sikur rrjetet sociale nga njëra anë, kjo raportimi qytetar nga ana tjetër, kushdo. Domethënë edhe unë jam tashmë një gazetar. Një lloj gazetari, pavarësisht se jo ai formati të formuar akademikisht. Je duke bërë gazetari ndërkohë. Po. Ai ka ndihmuar, le të themi, teknologjia në media demokracinë në Shiko, për të mos qenë nihilist deri në fund, mendoj që pasojat e këtij demokratizimi që ka sjell teknologjia në informacion, mendoj që ka ecur paralelisht edhe qari dhe zarari, siç thoshin të moçmit tan, qari dhe zarari ecin bashk. Mendoj që kanë pasur të dyja këto efekte. Së pari, ajo që ka bërë zhvillimi teknologjik sa i përket medias, sidomos medias tradicionale, ka sjell një lloj mundësie për të qarë censurën. Dhe ne kemi, edhe kjo ku duket kjo? Kjo duket tek ata gazetar profesionist që punojnë në median tradicionale, por të cilët kanë dhe një faqe aktive në rrjetet sociale dhe ato që nuk i thonë dot atje në median tradicionale, i thonë nëpër faqet e tyre aktive, ku bëjnë një përzierje të lezetshme midis komentit dhe midis faktit, por sigurisht këtë pjesën e komentit u alejon gjithë ajo përvojë e madhe që kanë, dhe në këtë sens, pra i ka shërbyer demokratizimit, sepse ka qarë censurën që ekziston dhe ekzistonte në median tradicionale. Por nga ana tjetër, për të thënë atë pjesën e zararit, ka bërë dhe këtë që ju e prekët pak më herët, këtë pjesën e banalitetit të informacionit, ka bërë këtë pjesën e një habitati ku rritet më së shumti gjua e urrejtjes, ku rritet lajmi fake, ku rriten sulmet personale, ku rritet gjua jo etike ndaj personave dhe bëhet ai që quhet gjyqi digital. Po se shpeshherë nga ky lloj masivizimi i komunikimit duket sikur kushdo ka një skandal për të zbuluar. Dhe ti e ke të vështirë këtë vendosësh pasaj në komunikimin publik si prioritare, dhe duket sikur ka një mungesë relevancë. Unë diskutoja me një kolegun tuaj gazetar para pak kohësh dhe thonë kur ne bënim një investigim, fjala vjen të më tregonte për një skandal në çështjet e mjekësisë, të mbetjeve që nuk digjeshin, vitën përpara ajo shtilte vetëm një investigim i gazetarëve sillte shkarkimin e një zinxhiri të tërë mjekësh dhe administrate. Ndërkohë që sot, thonte ai, 10 vjet mbas, sot mund të bësh çdo duash, mund të nxjerrësh çdo skandal që duash dhe nuk ka asnjë lloj efekti në Mendoj që sigurisht kjo është e vërtet, por nuk është tërësisht e vërtet, ose nuk është e vërteta e plot, jo tërësisht e vërtet. Sepse kjo lidhet dhe me atë që pushteti politik ka bërë gjithë këto vite, po themi në këto 2 dekada,
që është të defaktorizoj informacionin, ta delegjitimoj atë, ta quaj si një gjë që Kazan. është midis si një gjë që është midis të vërtetës dhe të pavërtetës, por dhe nëse është e vërtetë, është një vërtetë e zakonshme që ndodh shpesh, kështu që pse duhet të bëjmë ne ato që duhet që na kërkoni ju të bëjmë. Por lidhet dhe me atë çka ka thënë kolegu jon, imi dhe joti, që le të themi reagimi i pushtetit politik ndaj informacionit, respekti që ishte ndaj informacionit ishte pak më i madh në atë kohë se sa tani me këtë liberalizimin e informacionit dhe në atë që ju thatë që kushdo ka një skandal për të zbuluar ose kushdo ka një skandal për të sajuar. Po, është vërtet dhe kjo pasaj e sjell atë ndihmon në çoroditjen e publikut për të mos kuptuar se çfarë ndodh. A dim ne se kush është ardhmja e medias? Tani po ta bëj këtë pyetje pak nga perspektiva dhe akademike, nëse diskutohet në qarqet tuaja. Pra, dikur ka pas qenë gazeta që dominonte, pastaj ka dominuar televizioni, pastaj dominojnë rrjetet sociale, ka pas një periudhë të podcasteve, ishte shumë interesante sot në Shtetet e Bashkuara, duket sikur oponenca kryesore për shembull ndaj Trumpit sot vjen nga disa podcastier, ose ishin ata që e sollën. Tashmë edhe podcasti duket sikur është te kaluar si format. Duket sikur jemi në epokën e reelsave, maksimumi 90 sekonda. Përveç se e dim këtë, a ka në një perspektivë se ku shkon e gjitha kjo? Mendoj që sfida momentale, por dhe për shumë kohë e gazetarisë, por edhe shumë profesioneve të tjera, është sfida për të mundur, ose jo për të mundur, se është realisht e pa mundur, po është sfida për të përdorur dhe kontrolluar, ose lufta me inteligjencën artificiale. Kjo është ajo çka shqetëson sot. Kemi hapur një betejë që kemi krijuar vetë. Po, patjetër, se është si puna e atij që prodhoi diçka dhe doli kundra Frankensteinit, po. Kështu që kjo është sfida aktuale, po do jetë për shumë kohë. Pra, inteligjenca artificiale mund ta ndihmoj gazetarin, por edhe mund ta shkatërroj atë, ose mund ta luftoj gazetarin, ose mund ta sfidoj gazetarin. Sot, në momentin që flasim, inteligjenca artificiale ka arritur që të zvendësoj shumë nga gjërat që bënte gazetari, deri tek speakerat, po themi, që i zvendëson lehtësisht. Mund të jemi një ditë para kushteve kur inteligjenca artificiale të prodhoj lajme vetë? Është duke e bërë ndërkohë. Pra, inteligjenca artificiale sot agregon informacion, prodhon informacion, përpunon informacion, analizon informacion dhe, siç thash, e moderon, ka speakera. Dhe në Shqipëri para 2 ose 3 vjetësh, një nga televizionet Euronews më duket, provoi që të moderonte një edicion informativ me një speaker të krijuar nga inteligjenca artificiale. Pra, është duke e bërë. Çfarë mendoj unë që nuk është duke e bërë tani, ose jo, nuk e mendoj unë, por çfarë nuk është duke e bërë tani, sepse newsin e prodhon, ka mundësi ta prodhoj. Ajo që nuk prodhon inteligjenca artificiale sot janë ato zhanre që quhen zhanre subjektive, le të themi reportazhet, profilet që kërkojnë brenda pak emocion, kërkojnë pak ndjenjë, kërkojnë pak shpirt. Inteligjencës artificiale i mungon shpirti për momentin, por nuk është e vështirë që ta ketë edhe atë. Do mësoj prej nesh. Po. Nëse do mësoj prej nesh, atëherë do të ngelet e pa shpirt. Nuk ka shpresë as ajo, po se. Ndërkohë që ne renditëm një seri problematikash, edhe unë me Roden Hoxhën në komunikimin e kaluar, por diskutonin pak, ai më vuri në vëmendje diçka që ka gjithnjë edhe më pak shkollë të gazetarisë në vend,
një pjesë prej tyre janë duke u mbyllur në rrethe, numri i studentëve më shtullur edhe në Tiranë, po ajo që ai më identifikoi ishte që edhe ata që janë duke studiuar tashmë ka një perspektivë drejt PR-it, drejt marketingut, dhe shumë më pak prej tyre drejt asaj që diskutuam pak më parë, investigimit. Është e tillë situata? Mendoj që është e tillë edhe pse për arsye të ndryshme, pra dukuria e mbylljes së departamenteve të gazetarisë në përrethë, mendoj që s'ka lidhje me dukurinë e zgjedhjes së PR-it dhe të gazetarisë në tërësi. Në rrethe mendoj që departamentet e gazetarisë janë ulur për dy arsye. Së pari sepse në tërësi është ulur numri i të rinjve që vinë në universitet, dhe ata të rinj që duan të bëjnë gazetari kanë mundësi ta zgjedhin në Tiranë, s'kan arsye pse të shkojnë në përrethë, ku departamenti i gazetarisë në Tiranë ka një përvojë, është ashur 34-35 vjet, ka emra të njohur. Është më cilësore? Mendoj po, patjetër, s'ka diskutim, mendoj që ne mund të jemi më të mirët në hapësirat shqipfolse. Departamenti i gazetarisë dhe i komunikimit në Universitetin e Tiranës. Është e vërtet fakti që studentët janë të prirur drejt PR-it më shumë se drejt gazetarisë, sepse duhet thënë, dhe unë e kam lëvruar për një kohë të gjatë gazetarinë dhe sidomos gazetarinë e terrenit, gazetaria është një profesion sfidues, është një profesion i vështirë, është një profesion i lodhshëm, pavarësisht se benefitet që ajo të sjell janë shumë të, edhe kur themi për benefitet jo financiare, jo materiale, por është një profesion që unë nuk do ta zvendçoja me asgjë tjetër personalisht, po është profesion sfidues, ndërsa marketingu, PR-i është një profesion që ka në bazë të tij dukjen dhe paran. Për aq kohë sa ka në bazë dukjen dhe paran, atëre të rinjt e sotëm që duhet thënë janë të rinj të kësaj gjenerate që pëlqejnë më shumë dukjen dhe paran, do të pëlqejnë PR-in më shumë se gazetarin, por nuk do të thotë kjo që studentët e departamentit të gazetarisë nuk punojnë në media, nuk punojnë në gazetari dhe nuk kanë dëshirë të punojnë në gazetari. Mendoj që nga ajo çka unë kam perceptim, por jo perceptim të pabazuar, por perceptim të faktuar, është që studentët e departamentit të gazetarisë dhe të komunikimit, sidomos përgjatë vitit 2 dhe 3, rreshtohen në ato që janë mediat në Tiranë, nuk mund të ndryshojnë në botën, por përpiqen të penetrojnë në për redaksitë mediatike dhe të kontribuojnë aq sa munden dhe aq sa u alejon ajo që thash korporata. Profesor, ka një dukuri që nëse dhe ju e keni vënë re kohët e fundit, është që rrillësi është duke mbizotëruar komunikimin, kryesisht në komunikimi i shkurtër në 30-60 sekonda. Dhe ndërkohë që këtë si armë janë duke përdorur më shumë politikanët. A ka një ndarje se çfarë është të bësh politik, domethënë për qytetarët kam shtypjen që është pak e paqartë. Çfarë është të bësh politik dhe çfarë është të bësh gazetar ose media. Shumë politikanë sot raportojnë. Vejnë në vendngjarje, raportojnë problemin, domethënë një manual eksakt i asaj se çfarë do duhet ishte një gazetar. Shiko, ne jetojmë në kohën kur profesionet janë shartuar. Janë shartuar profesionet, janë shartuar stinët. S'kemi më 4 stinë. Kemi 2. Ndonjëherë dhe ato 2 e shkëmbejnë. Po stinës s'kemi çaj bëjmë, se është dukuri natyrore. As profesioneve nuk kemi çaj bëjmë. Dhe sigurisht dukuria në Shqipëri është pak më ekstreme se sa në vende të tjera të botës perëndimore, sepse këtu kryeministri për pak kohë pati një televizion të vetën, RTV, ju me siguri se keni harruar. Jo, dhe pastaj kapi trendin e ri që ishte podcasti, që është podcasti. Dhe kryeministri është një figurë shumë e rëndësishme e një shoqërie dhe midis të tjerave ka dhe atë që quhet efekti rrezatues për shkak të modelit që jep. Dhe modelin e tij e ndjekin edhe shumë të tjerë. Sot po lexoja në lajm
që një deputet kishte hyp majt shtyllës për të dhënë mesazhin e tij politik për të sulmuar OSHE-n, operatorin e Çfarë do shërbimit. të thënë kjo për ty? Po ja, atë që thatë ju, që ai do të bëj edhe gazetarin edhe politikanin, por ndonjëherë gazetari politikani kur shartohen me njëri tjetrin të kthejnë në një lloj informacioni, domethënë gati për ta thënë me gjuhën shqipe një lloj palaçoje, ëh. Kështu që unë nuk e di tani nëse mesazhi politik mund të përcillet në këtë farë feje, në këtë farë forme, por kufit midis profesioneve janë shuar. Edhe unë e pash të lajm apreu ditën sot ky lajm. Megjithatë nuk është lajm i keq që edhe politikanët duan të bëhen gazetarë dhe mbase bëjnë një kontribut se domethënë na identifikojnë disa gjëra që domethënë e shtojnë atë armatën e gazetarëve. Po nga ana tjetër vendi jon ka një vakum të madh të prodhimit të politikës. Edhe unë këtu dua ty pak në strukturën e dytë të bisedës që lidhet pak me politikën edhe se si sillet politika në vendin tonë në raport me qytetarët. Unë mendoj që politikanët duhet bëjnë politikë, jo gazetari, sepse për ndryshe do ketë dy efekte negative nëse politikanët bëjnë dhe gazetarin. Efekti i parë është ai që quhet defaktorizimi i informacionit. Pra, një informacion i dhënë nga një politikan sigurisht nuk do ketë të njëjtën peshë sikur ai informacion të jepej nga një gazetar. E dyta, duke u marrë me gazetari, nuk do merren me politikë. Nuk do kemi një politikë cilësore, nuk do kemi një ushtrim të funksioneve të kuvendit, i cili prej vite me radhë, siç ju mund ta dini në raportet e ndërkombëtarëve thuhet që ka dalë nga roli i tij kontrollues i pushtetit ekzekutiv. Pra, jam për pushtetet ndara, jam për profesione të ndara, të cilat mund të jenë në aleancë ose në bashkëpunim me njëra tjetrën, por jo të zvendësojnë, të konkurrojnë, të sfidojnë njëra tjetrën. Kjo për ju, kjo situatë vlen për shkak të paaftësisë ose një shkolle të munguar se çdo të thotë të prodhosh politikë ose çfarë është politika, apo është le të themi një lloj atraksioni për këta individ për të bërë shpejt të dukshëm edhe komunikues me publikun. Pra, se duket sikur ka njerëz ka hapësirë në politikë edhe individ që nuk besoj se e bëjnë vetëm për zgjedhje, po më duket sikur ka një shterim intelektual ose akademik për të kuptuar në të vërtetë se çfarë është politikë, si e prodhon politikën dhe cilat janë ngjarje politike. Nuk mendoj që është si pasojë mungesës së një shkolle politike, sepse për këtë më lejoni të marr si argument, mbase nuk vlen, por mbase nuk është i mjaftueshëm, por mendoj që kuvendi i 10 vjeçarit i dekadës parë të shoqërisë lirë demokratike ka qenë më cilësor dhe me një ligjërim politik, demokratik, intelektual, oratorik më i mirë se sa tani. Sigurisht janë arsye të tjera ato që lidhen me ndryshimin e sistemeve politike në Shqipëri, dhe kur them sisteme politike nuk them për atë sistemin makro, po them ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, raportin e brendshëm të kryetarit me partinë, demokracinë e brendshme të partive etj. Këto e kanë degraduar këtë mision politik deri në këtë deregje, sepse 30 e kusur vjet do të kishin shërbyer edhe për një perfeksion të politikës, qoftë edhe në rrafshin empirik, pra learning by doing, pra do kishin mësuar duke e bërë, ndërkohë ne kemi një drejtim tjetër. Është e vërtetë. Historikisht, po themi vetëm domethënë sa ka ngjarje politike. Politika është e fokusuar në luftën midis dy qëndrimeve të kundërta apo dy vizioneve të kundërta, që është ai që e ka pushtetin
me atë që të kërkon të marrë pushtetin. Edhe përgjithsisht ne kemi parë luftë të, le të themi, të njollë dhe hejtësi që përplaset me një aspirant tjetër ose me dikë që zvendëson mbretin, kryeministrin apo gjëra të tilla. Po duket sikur duket sikur ka një betejë tjetër që zhvilluar gjithmonë paralelisht, është lufta e dyshit. Pra pavarësisht se palët janë përballë njëri tjetrit, po dhe vetë ato kanë një betejë me dyshat. Dhe në historinë politike të Shqipërisë ne kemi parë pak beteja të përplasjeve të mëdhaja, po ka shumë beteja të dyshave që përgjithsisht dyshat e kanë pasur jetën shumë të shkurtër në vendin tonë. Edhe po them në kampet kryesore politike, që janë Partia Demokratike, Partia Socialiste. Partia Socialiste ka një dinamikë akoma më të intensive në vitet e fundit, që disa dysha të projektuar mbas Ramës tashmë janë të fshirë nga skena politike dhe publike e vendit. Gjithashtu ka ndodhur me Berishën. Si e shikoni ju këtë fenomen, këtë mungesë, këtë disbalancë midis? Unë mendoj që drejtuesit e partive politike në Shqipëri nuk lejojnë dysha. Pra e presin historinë, dyshin gjithmonë e mbajnë vendin bosh, si një mundësi, rreziku për njëshin. Dhe lufta që bëhet në kampet politike është lufta për dyshin, jo lufta për njëshin. Pikërisht për shkak se drejtuesit e partive politike nuk lejojnë dyshin, situata në partitë politike është atipike. Pra në bisedat sociale që bëhen me njëri tjetrin, intelektuale ose jo, pyetja që bëhet është kush e zvendëson liderin nëse ai ikën ose e heqin, pra nuk kemi dysh për ta vënë njësh. Po ku gabojnë dyshat që e kanë jetën kaq të shkurtër? Jo, nuk gabojnë. Mendoj që njëshat nuk e duan. E ndërtojnë superstrukturën në formë të tillë që kandidatët për dysh azisojnë njëri tjetrin. Mirë, po e bëj pyetjen. Thjesht njëshat rrinë e vështrojnë. Po më thua që edhe, domethënë, ekzekutimi i dyshave nuk vjen ndonjëherë si vullneti njëshit, por vjen si vullneti luftës. Vjen si vullnet, po, vjen si vullnet. Pra është treshi që e ha dyshin. Po, vjen si vullneti atyre që duan të jenë dysh. Dhe leadershipi, Zeusi, vështron se si kandidatët për dysh azisojnë njëri tjetrin. Që nga ishte një bashkim shumë interesant. Po kështu ka ndodhur. Në qoftë se e shihni betejën në Partinë Socialiste, për numrin 2, kanë azisuar njëri tjetrin sot për sot. Po e bëj pyetjen pak më mbrapsht. Çfarë do duhet të bënte dikush që të zvendësonte ose që t'ia dilte të ishte një dysh i qëndrueshëm edhe potencial për të trashëguar partitë kryesore, se tani kjo biseda për dyshat bëhet më relevante kur ne kemi njësha 30 vjeçar. Edhe prandaj 30? Edhe më shumë. Mendoj që kemi 40 edhe ca më shumë. Po. Kështu që prandaj edhe kemi ngecur te kjo. Domethënë kush do Mendoj që tani është pak vonë për ta bërë këtë pyetje, sepse partitë politike janë strukturuar në një formë të tillë që askush nuk ka fuqi të bëhet numër 2. Në qoftë se leadershipi, kryetari, nuk kërkon një dysh. Pra, për jashtë vullnetit të tij është e vështirë në mos e pamundur që ti të bësh dysh. Por nga ana tjetër, që njëri të faktorizohet, të piqet, të ketë profilin e vet, individualitetin e vet, është ajo teoria që thuhet duhet vrasësh baban. Po. Pra kush e lejon nga liderat aktual në qoftë se nuk duan dikë për të cilën është i vetëdijshëm që do ta vras pas pak, pra kush e lejon dikë që të bëhet dysh duke e ditur që dyshi do t'i jap kokën njëshit, atëherë i lën të gjithë partinë treshje në poshtë dhe janë të qetë me veten e tyre dhe janë të qetë me veten e tyre deri në momentin që do të duan të ikin vetë.
mbetemi te kjo, se dua ta shteroj. Se duket sikur e thash edhe një herë, domethënë duket sikur tranzicioni shqiptar ka luftën më të pasur dhe më dinamike në këtë nivel se sa përballjet midis dy të mëdhenjve, pra le të themi Fatosdano, Berisha, edhe ka prodhuar dhe ngjarje interesante, KPD, betejë që kanë qenë kështu telenovela për publikun. Megjithatë ka pasur dysha që duket ose më të suksesshmit ndër dyshat kanë qenë ata të cilët kanë dalë nga sistemi dhe kanë kërkuar dhe kanë krijuar le të themi parti alternative ose parti jashtë sistemit. Shpeshherë kjo nuk ka funksionuar. Vetëm me zotin Meta ka funksionuar. Po dhe ai për fatin ku është sot do thotë që është, domethënë ata që janë shkëputur, ata që janë shkëputur nga partitë kryesore për të krijuar partitë e tyre, po siç mund të ketë qenë Gec Pollo që u kthye sërish pasaj. Po nuk është asnjë rast i suksesshëm me përjashtim të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që për një farë kohe, po themi për një dekadë, ishte në rritej, kishte një rol, etj, bënte politik, prodhonte politik, kishte një leadership, por fakti që sot zoti Meta është në burg dhe sot ka filluar gjyqi i themelit, tregon që edhe kjo parti në dukje e suksesshme ose për një dekadë e suksesshme pati një fund jo të lumtur. Megjithatë, nga kjo kompozim politik në Shqipëri, në zgjedhjet e kaluara morën le të themi formë edhe përfaqësim disa struktura të tjera politike, siç mund të ishin Majtas me Arlind Qorin, Djathtas me Agron Sheajn, diku qendër Djathtas me Adriatik Lapajn. Si shikoni ju këto lëvizje? Shiko, këto lëvizje, këto forca ushqyen një farë shprese, por unë mendoj që në jetën e tyre e the kështu të kryer kohën, sepse gabuan në strategji politike dhe në vend që të rriteshin, unë mendoj që i ka ndjekur një proces i kundërt nga rritja. Pse? Mendoj që patën disa sjellje jo politike. E para ishte fakti që ato nuk ditën të bashkoheshin me njëra tjetrën. E dyta, ato edhe sot e kësaj dite janë parti kryetarësh, pra atje ka vetëm kryetar, nuk ka leadership, dhe e treta, edhe sot e kësaj dite janë parti kryeqyteti, pra nuk janë parti nacionale, që do të thotë të kenë një shtrirje kapilare në të gjithë Republikën e Shqipërisë. E di që është e vështirë, nuk mund të them që është e pamundur, po e di që është e vështirë që të kesh një shtrirje kapilare në të gjithë Shqipërinë, sepse Shqipëria është rrudhur, intelektualët është vështirë t'i gjesh, aktivistët. Dhe sistemi elektoral nuk ta mundson. Dhe sistemi elektoral nuk ta mundson. Ajo që ndoqi një lloj qasje për kapilare ishte Shqipëria bëhet, dhe ajo u dënua nga sistemi, se mori kudo pak. Mori më shumë se të tjerat, po mori më pak përfaqësim. Jam dakord, por nuk po diskutoj motivet. Jam dakord. Unë po them faktet. Domethënë, në qoftë se për këtë i kemi një motiv, siç thoni ju, dhe unë bie dakord, pavarësisht se realiteti duhet të sfidohet, por fakti që ato janë parti kryetarësh, nuk kanë leadership, nuk dihet kush është nën kryetari, nuk dihet kush është kryetari i gruas, nuk dihet kush është kryetari i rinisë etj. Kjo tregon për një sjellje jo politike. Dhe ju thoni që nëse ishte e kuptueshme për startin, fakti që ato nuk ja kanë dalë për kaq kohë sa janë, nuk i identifikoj, e bën potencialin që ju thatë në kohë të kryer të shkuar. Patjetër. Pra nuk shoh reflektime dhe sot e kësaj dite tek të gjitha këto lloj partish që të zgjerohen edhe në mënyrë horizontale, por edhe në mënyrë vertikale. Çfarë përfaqëson kryeministri Rama për ju? Në këto vite të tranzicionit, cilët nëse do duhet ta përmbledhni në një jo në episode, po në një fotografi. Pyetje më shumë se $1 milion.
Bazë do ta vendosin historianët. Mendoj që është një njeri energjik, por një njeri që Shqipërinë e konsideron si një pikturë që nëse si pëlqen versioni i parë e prish dhe bën versionin e dytë. Por Shqipëria është një fotografi që nuk mund të ndryshohet sipas jo shijeve, po sipas rastësisë së vizës që ti heq në një pikturë. Po, Sali Berisha. Një njeri që pjesa e fundit e politikës, e aktivizimit politik nga 2013 e këtej, po asgjëson pjesën e parë të kontributit të tij politik. Nuk e di ku e kam lexuar një shprehje që thonë politika është bërë aq intensive sa liderët jetojnë aq gjatë sa të shikojnë edhe fundin e tyre. Në kuptimin e pas ka thënë në një formë më të këndshme, por unë mendoj që pjesa e tij pas 2013-s është duke bërë erozionin e pjesës së para 2013-s. Po ndërkohë që ne kemi qenë të dominuar nga ky lloj formati politik dhe këta individë kanë polarizuar le të themi shoqërinë, cili ka qenë rrugtimi që populli shqiptar, nëse do mundet që të futej në një lloj për të marrë si etalon i unifikuar. Si mendoni se ka vendosur ose operuar ose është sjell në këtë situatë? Ndjes që do përsërit një gjë që nuk ka shumë kohë që e kam thënë, shoqëritë i çojnë përpara elitat. Populli është turp. Kështu që nuk mund t'jap asnjë përgjigje se si është sjell populli. Po të identifikoj të djathtë. Edhe unë e besoj këtë që pakica domethënë sakrifica e një pakice elitare i çojnë kombet patjetër. Kjo është përpara dhe këtu fatkeqësisht duket që elitat janë shumë pak të përgatitura për të bërë sakrificë ose për të bërë një lloj për të vetëdijsuar për rolin e tyre. Është ajo që ne lexojmë në për memet e rrjetet sociale, që është e vërtetë që rilindasit shkrin pasurinë për të bërë Shqipërinë, tani po ndodh e kundërta. Po shkrihet Shqipëria për të pasuruar elitë. Për të pasuruar elitë. A kemi një shtet të drejtës ne sot? Tani pyetja është e vështirë dhe nuk dua të jem ekstremist, por po t'jap një përgjigje bazuar në profesionin tim të profesorit, po e vlerësoj me notën 5. Interesante. Kaluse. Po kaluse sepse po është shumë dobët, është me mik. 5 është gjithmonë me mik. Interesant. Por nuk mund të them që kemi një shtet të së drejtës për aq kohë sa qytetarët shqiptar, qoftë edhe një sikur të jetë, jo që janë me mira, nuk e kanë gjetur drejtësinë e tyre pas dekadash lutje dhe kërkesash në për sistemin gjyqësor. E vërtetë është kjo. Nuk dua të hyj pyetjeve për SPAK-un, ju keni qenë gjithandaj në komunikim me publikun për të komunikuar për vendime ndryshme, për strukturën vet. Unë dua të bëj një pyetje që lidhet me post factum. Ne e dim punën e SPAK-ut tashmë, mirë po unë dua të kuptoj, a e ka bërë SPAK-u më të mirë politikën? Mendoj që e ka bërë më të mirë, por mendoj që duhet bënte më shumë. Dhe kur them duhet bënte më shumë, kam parasysh angazhimin e SPAK-ut në zgjedhjet e fundit elektorale. E kam thënë publikisht që detyra e SPAK-ut është të bënte atë që quhet demilitarizimi i forcave politike. SPAK-u u angazhua, ngriti një strukturë, por rezultatet e kësaj strukture nuk ishin në pritshmëritë e opinionit publik shqiptar. Kur thua duhet bënte më shumë, edhe unë bie dakord. Edhe nëse bën 120, unë do doja si qytetar të bënte 140%, apo nëse bën 80 bëj 90.
Dhe kjo është si thua një rol i një lloj qytetarie për të kërkuar maksimumin nga institucionet e veta, po kur themi më shumë, them një e para mbas punës së SPAK-ut, kur ti dëgjoje arrestime, grupe kriminale, sekuestrime pasurish, thoja kaq të kriminalizuar kemi qenë ne si shoqëri, domethënë nga buron e gjithë ky konsum për kundravajtje. Nga parimi që zoti Rama e thoshte kur ishte në opozit, që vjedhim Shqipërinë për të bërë vota dhe bëjmë vota për të vjedhur dhe marrim vota për të vjedhur Shqipërinë. Që do thotë nëse ne ndalojmë proceset e votimit, nëse ndalojmë proceset e votimit në këtë vend, duket sikur nuk do ketë korrupsion. Jo, nëse ne bëjmë procese elektorale dhe të votimit me ndershmëri, transparencë dhe legjitimitet. Pro thuaj që generatori kryesor i kriminalitetit në shoqërinë shqiptare është vota, pra instrumenti politik për të akumuluar pasuri për të... Absolutisht po. Në qoftë se politikanët do të duan të bëjnë një lojë të ndershme elektorale, do ta lënë qytetarin shqiptar të lirë për të votuar në përputhje me projektet që ata kanë, shoqëria shqiptare do të shtensionohet, do të jetë më e lirë, më demokratike dhe më pak e korruptueshme. Pyetja e fundit për të kaluar tek 5 imazhet të cilat ne do t'i e fundit. Brenda sistemit të drejtësisë ne kemi SPAK-un, i cili duke mban edhe peshën dhe imazhin e drejtësisë, dhe kur themi ja ka drejtësi, njerëzit mendojnë që ja ka SPAK apo jo. Ndërkohë që duke pas parasysh SPAK-un në këtë pikë, por jam dakord me ty. Ndërkohë që këtë do pyesja, përtej SPAK-ut, a ka struktura të tjera të cilat ne vlen të themi që po, vendi ka një progres në çështjet e drejtësisë? Jo. Prandaj u përgjigja pak më herët me notën 5, sepse nuk ishte nota që i vura SPAK-ut. Ajo, SPAK-un do vlerësoja më shumë. Kisha parasysh atë që quhet drejtësia për qytetarin, shtetin e së drejtës, pra gjyqjet civile, gjyqjet administrative, që shteti u bien në qafë qytetarëve, dhe kjo për fat të keq struktura tjetër përtej SPAK-ut, edhe për shkak të mungesës së vëmendjes që media ka ndaj kësaj strukture, por edhe për shkak të një lloj xhelozie që ka krijuar SPAK-u ndaj kësaj strukture, ose kjo strukturë ndaj SPAK-ut, vjet re një lloj apatie, harta e re gjyqësore përkeqësoi situatën e tjera. Pra, duhet kishte, por s'ka. Prindrit e mi u deshën 12 vite të mbaronin çështje gjyqësore për pag. Kësa herë më thonë si është situata me drejtësinë, them njerëzit si u del jeta për të mbaruar një gjyq, imagjinon të kenë 2 ose 3 të tilla në jetë. Imazhi im i parë është është një parlament bosh, që për mua duket më i këndshëm se sa plot. Interesante. Për faktin e rezultateve që prodhon kjo sallë, po të ishte plot, do duhet që të ishte e kundërta, por rezultatet që prodhohen aty nuk janë në pritshmëritë legjitime të një pushteti shumë të rëndësishëm, siç është pushteti parlamentar, dhe ne jemi republikë parlamentare ku gjithçka fillon këtu. Në fakt, prej vitesh, jo vetëm që nuk fillon gjithçka këtu, por ndonjëherë parlamenti bazuar në akuzat publike është bërë pjesë e proceseve të qëllimshme, qoftë sa i përket miratimit të ligjeve, hartimit ligjeve, qoftë sa i përket të kontrollit të pushteteve që burojnë prej tij. Shpërndet. Publiku i shef, Po. Është marrëdhënia
midis drejtuesve të dy partive kryesore politike, të cilët për mua janë në një marrëdhënie simbiotike, simbioz me njëri tjetrin. Pra, në një marrëdhënie simbiotike kur njëri ftohet, tjetri të shtin. Dhe kjo marrëdhënie simbiotike për mua është e vetmja marrëdhënie që Simbioza në biologji është kur ushqejnë njëri tjetrin. ushqejnë, mbajnë. Për mua është Zoti Berisha që e mban Zotin Rama, e legjitimon, jo e mban. Po, e Është duhet të bëjmë nuancën midis e legjitimon sepse Zoti Rama e thot, nuk është se ka droje ta thot që po i ka unë do vi Zoti Berisha. Doni Zotin Berisha? Unë vërtet nuk jam më i miri, po më të mirë se unë nuk keni, nuk gjeni, nuk keni. Shumë interesante kjo foto e cila tregon fundin e një gazetarie idealiste, misionare, ku lajmi ndonjëherë përzihej me pak emocion, me pak opinion, por ishte një gazetari idealiste dhe misionare. Ishte kështu gur kilometrik në zhvillimet e medias vende. Patjetër. Domethënë është faza e parë nga viti 92 deri në 97 ku media kishte ndikim, ndaj saj kishte respekt dhe e justifikonte atë respekt që gëzonte opinioni publik. Në 1997. Unë kam qenë në moshën e atë idealit vogël. Megjithëse jo gjithmonë me lule, ma vini. E para më u kënaqa që autori fotos është Gent Shkullaku, shoku im i klasës dhe një mik shumë i mirë. Ka disa foto që janë shumë interesante. 97-a ishte shpërthimi një çmendurie kolektive. Është pak e vështirë ta thuash nëse ishte e natyrshme apo e katalizuar. Pra e natyrshme, kur them e natyrshme nga vetë qytetarët për shkak të dhimbjes organike, po. Por është një vit që do ta ndjek gjatë historinë e Shqipërisë, pavarësisht se konstatoj me kënaqësi që kur vinë studentët në departament dhe unë u them në 97-ën, u përmend ndonjëherë në 97-ën, e shoh që ata nuk ndjejnë asgjë nga kjo shifër, sepse sigurisht kanë lindur në 2005, në 2006, pra 10 vjet më vonë. Por në historinë e Shqipërisë, edhe në historinë politike, por edhe në historinë shtetformuese, është një vit i mbrapsht që do ta ndjek gjatë. Është vërtet ajo që thua. Unë i kam pothuajse të gjitha imazhet e kësaj periudhe të fiksuara në memorien time, edhe megjithse e kam jetuar, le të them, dhe kam qenë i vetëdijshëm, kur shikoj fotot dhe imazhet të 97-s, nuk ka ri edhe, domethënë, nuk arrit ta kuptoj, domethënë, nuk më duket sikur kam qenë dhe unë aty. E para se po bën 3 dekada. E dyta se Shqipëria pas 97-s është zhvilluar, ka ecur përpara. E treta se truri jon ka një aftësi të jashtëzakonshme për të jo vetëm për të shëruar, po për ta mbrojtur, për të na mbrojtur ne dhe për të fshirë gjërat kryesisht negative dhe për të mbajtur në arkiv gjërat pozitive. Me rëndësi është që ja kemi dalë dhe kemi shpëtuar.
imazhi i fundit. Është një foto e këndshme, e lezetshme që tregon një numër kullash, të cilat në një rast për shkak të horizontit, njëra prej tyre e kalon dajtin dhe që të gjitha zënë shumë hapësirë në fotografi se sa pemët e gjora. Nëse do duhet të bëjmë analizën e secilës prej kullave, secila prej tyre është një simbolik. Është një simbolik. E para në të majtën time, është simbolik në kuptimin arkitektonik apo politik? Jo vetëm arkitektonik, po politik. Domethënë e para në të majtën time që është që mban 15 katshin. Ka një tjetër, ka një simbolik që lidhet me atë që ka thamë në fillim të intervistës, një lloj njësimi midis politikës dhe ekonomisë ose ata që quhen oligark. E dyta për shkak të semantikës saj, për shkak të imazhit, që thuhet se është imazhi i Skënderbeut modern të Shqipërisë. E kështu me radhë, nuk po vijoj më tej, por situata përkeqësohet. Situata përkeqësohet, por gjithsesi Tirana sigurisht do zhvillohet. Çështja është që zhvillimi duhet jetë në të mirë të qytetarit. Kam idenë që në një pjesë të madhe Tirana nuk është zhvilluar në interes të qytetarit, po është zhvilluar në interes të asaj filozofisë që thoshte ish kryetari i bashkisë kur ishte në bashki, ai që sot është në burg, që ne kemi bërë një gjë të paparë me Tiranën se kemi rivitalizuar pronën. Dhe kur thoshte kemi rivitalizuar pronën, e shifte këtë proces nga projekcioni pronarëve të tokës ose ata atyre që bënin ndërtesa. Pra nuk e shihte këtë proces në projekcion të qytetarit, të komunitetit, të njerëzve që duhet të jetojnë të lumtur në këtë qytet, i cili gati bëhet i pabanueshëm, dhe për këtë kemi fakte dhe prova sa duash, por më lejo të them vetëm një fakt që në të gjithë pjesën e Tiranës përtej unazës së madhe, më duket se s'ka asnjë kopsht ose çerdhe ose mund të jetë bërë një kohë e fundit. Pra në këtë sens e kisha që zhvillimi duhet ishte në të mirë të qytetarit dhe jo në të mirë të ndërtuesve. Aftësia për të qeverisur qytetin është në disproporcion me aftësinë e ndërtuesve për të ndërtuar. Kështu që prandaj neve na bien zjarre dhe s'kemi zjarr fikse. Ose edhe kur i kemi nuk futen dot sepse si lë godina ku nuk ka rënë akoma zjarri. Profesor, shumë faleminderit për gjithë bisedë që bëm bashkë. I ram pak kështu 360 gradë për të kapur disa tema. Shpresoj shumë mos jesh lodhur me kapëm 59 minuta. Unë shpresoj që të kem shërbyer që të shtoj qendresën dhe qendrestarët. Shumë faleminderit. Miq, me këtë fjalë të fundit për të shtuar qendres dhe qendrestar në jetën publike të vendit, unë shpresoj dhe dëshiroj të shihemi në komunikimin e radhës. Mirupafshim.